Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në adoleshencë. Sot do trajtojmë një temë shumë të rëndësishme për fundin e adoleshentëve. Tema është orientimi karrieror, pra vështirësitë dhe mundësitë që ne hasim si student gjatë gjimnazit. Atëherë tani do të bashkëbisedoj me zonjën Ylka Beci, e cila është me një eksperiencë shumë të gjatë në arsimin parauniversitar dhe gjithashtu si drejtuese. Ajo aktualisht është eksperte e këshillimit të karrierës. Ylka, përshëndetje. Përshëndetje, dashur Raisa. Kënaqësi që jam me ju sot. Atëherë, si fillim do ta nis me çfarë quan ti këshillim karrieror? Dhe sa i rëndësishëm është ai patjetër? Atëherë, këshillimi i karrierës është sot një ndër proceset më të rëndësishme, jo vetëm për maturën shtetërore, por për të gjithë arsimin parauniversitar. Sepse këshillimi i karrierës nuk mund të konsiderohet fillim në maturë. Këshillimi i karrierës fillon shumë herët. Nëse neve në arsimin parauniversitar do të cilësonim kur ka nevojë një nxënës për këshillim karriere, patjetër që do të ishte shumë herët, së paku në klasën e 8, në klasën e 9, patjetër klasa 11, e 10, e 11 dhe e 12. Në klasën e 12, maturanti duhet ta ketë përfunduar këtë këshillim karriere dhe duhet të jetë në pikat e orientimit. Pra ne duhet kuptojmë dy faza në këshillim. Kemi pjesën e rëndësishme të këshillimit dhe pjesën super të rëndësishme të orientimit. Por pjesa e orientimit i përket maturantit, sepse këshillimi nuk është vetëm një vit mësimor, por këshillimi janë disa vite së bashku, që derisa përfundojmë në vitin përfundimtar të maturës shtetërore, nxënësi është krejtësisht i këshilluar dhe aty merr formatin e orientimit për të vijuar më tej. Si mendon, a na ndihmon shumë shkolla për të zgjedhur atë çka duan ne të zgjedhim? Atëherë, pra po flas për gjimnazet. Sa ju e përmendu pak më herët që ne këshillimin do ta nisim pak më herët, pra të jetë një punë e vazhduar, që ne më pas kur shkojmë në gjimnaz pak a shumë të jemi të përgatitur, dhe të dimë çfarë do zgjedhim. Por po tek ne mendoj që edhe ju jeni idealisht që funksionon ndryshe, dhe ne këtë si lëndë e bëjmë vetëm në vitin tonë të tretë të gjimnazit. A mendoj që në shkolla na ndihmon? Atëherë shkolla është çelësi kyç i këshillimit dhe orientimit të maturantëve, por nuk qëndron vetëm shkolla. Tek maturanti janë disa aktorë të fortë që ndikojnë në orientimin dhe përfundimin e rrugëtimit të tyre parauniversitar dhe fillimin e një cikli të lartë studimor, ku cikli i lartë studimor përcakton jetën e tyre, profesionin dhe vijshmërinë e jetës së tyre. Cilët janë këta aktorë? Së pari, patjetër që shkolla, pika kyçe dhe shumë e rëndësishme. Kemi prindrit, kemi dhe mësuesin e këshillimit të karrierës, i cili ndodhet sot pothuajse në të gjitha shkollat e mesme të vendit tonë, është tashmë në bazën ligjore dhe udhëzuese të arsimit parauniversitar, dhe në çdo gjimnaz ka një mësues të këshillimit të karrierës që nuk është ekspert për hir të vërtetës, por është një mësues i një profili të caktuar në shkollë që plotësohet me 10 orë mësimore dhe me 12 orë ose 10 orë këshillim karriere. Në dijenin time ky këshillim i karrierës si shpërndahet, mësuesi ka një grafik ku bën takime me nxënës të veçantë, bën takime me klasa të veçanta, por pavarësisht se ky këshillim fillon që nga viti i parë i gjimnazit, mendoj që ai ndikimi dhe efikasiteti i këtij mësuesi, sepse aq është dhe koha dhe ora që ai ka në dispozicion, është më i madh tek maturantët, por që në të vërtetë mendoj që nuk duhet të jetë kështu. Këshillimi i karrierës duhet të jetë një etapë shumë e fortë, e rëndësishme dhe me shumë efikasitet në të gjitha gjimnazet sot dhe shkollat e mesme në vendin tonë. Pavarësisht se është një format që duhet të jetë më herët se në gjimnaz. Duhet të jetë shumë e herët. Pastaj prindrit janë një aktor, janë një pjesë shumë e rëndësishme e orientimit të fëmijës së tyre, pavarësisht se duhet të kenë dhe ata të qasjen me fëmijën dhe sa duhet të ndikojnë tek ai. Duhet ta kenë të kufizuar dhe ndikimin tek fëmia i tyre. Është vërtet, në fakt ne tani gjendemi në situatën ku shumë bashkëpunëtarët e mindjes nuk janë akoma të sigurt dhe të vendosur se çfarë duhet të vazhdojnë. A të duket normale kjo? Mendon se ne në këtë moshë jemi, pra bashkëpunëtarët e mi që flas 18 vjeç, 17 vjeç, pra në vitin e 3 të gjimnazit, a mendon se ne aktualisht duhet të kishim zgjedhur, duhet të ishim të përgatitur për atë çka do zgjedhim? Apo atëherë unë do të ndërpres pak duke ta lidhur me një episod. Fëmijët që në kopësht kanë ato përcaktimet e tyre.
dikush është këndon, dikush reciton, dikush pikturon, dikush është hiperaktiv, dikush është i qetë dhe urtë. Dhe këto tipare dhe karakteristikat e njeriut rriten, bashkë me fëmijën rriten dhe derisa përfundojmë në gjimnaz. Por që herët vetiu fëmia duhet të ketë ato prirjet, ka prirjet e veta se çfarë do të bëhet nesër kur të rritet. Dhe ti je një nxënëse sot ku mendoj që ke patur pasionet e tua dhe her pas here u ke shprehur prindërve e shkollës, mësuesit kujdestar, apo drejtuesit të shkollës, apo drejtuesit që mësuesit që bën aktivitetet në shkollë, që unë kam dëshirë të këndoj, të recitoj, të vizatoj, të kërcej. Këto janë të gjitha veprimtari që kryen në shkollë. Dhe nga momenti që një fëmijë i shpalos këto veçori dhe këto virtyte, karakteristika të pasioneve të veta, për te familjes, mësuesi kujdestar dhe shkolla duhet jetë një aktor shumë i rëndësishëm, kur këti duhet japi prioritet për atë pasion që ai ka, për atë talent që ai ka. Të gjithë fëmijët, në çfarë do lloj moshe deri në përfundim të gjimnazit, e shprehin në një formë apo në një formë tjetër talentin e tyre. Edhe një fëmijë i cili nuk shkëlqen rezultatet larta në mësime do të ketë një talent, por mësuesi kujdestar dhe shkolla, patjetër aktori familje, janë kyçet të cilë duhet i nxisin tek ai nxënës që ta zhvillojë atë talent. Sepse jo të gjithë nxënësit do të bëhen matematicien, do të bëhen fizikan, do të bëhen mjek, do të bëhen në profesione me vjetra që ka sot në tregun e punës. Mund të ketë dhe nga ata nxënës që mund të kenë një pasion që apo të cilin nuk e kanë shfaqur ende. Të cilin nuk e kanë shfaqur ose të cilin neve shikojmë si një pasion që është i parealizueshëm. Çdo pasion i çdo fëmije është i realizueshëm sot. Nëse aktorët kyç që janë shkolla, familja dhe mësuesit aktor që mësuesi kujdestar dhe mësuesi i këshillit të karrierës e nxisin këta ose i japin mundësitë për ta zhvilluar këtë pasion që ai ka, këtë talent që ai ka, patjetër që nesër jepet mundësia për të bërë dikushi tek fusha që i përket. Okej, e vërtet. Do të bëjmë pyetje tjetër. Nga eksperienca juaj, çfarë gabimesh bëjmë ne adoleshentët në momentin që ne përzgjedhim atë çka duam të vazhdojmë? Më pëlqeu shumë kjo pyetje për arsye se gabimet në adoleshencë janë shumë të bukura. I konsideron të bukura? I konsideroj të bukura. Sepse nëse nuk bën gabime në adoleshencë, nuk mund të rikuperosh për të ecur më tej dhe për të arritur në një formim dhe në një pjekuri. Flasim gjithmonë për gabimet që lidhen me çfarë dëshiron maturanti dhe çfarë ka pasion dhe çfarë ka dëshirë të bëhet. Unë do të them një shprehje çfarë do të bëhem unë kur të rritem. E kam lexuar në një libër që nuk po përmend autorin. Dhe kur e pash këtë libër për herë të parë, mendova, thash, çfarë do të bëhem unë kur të rritem. Nuk i kushtova shumë peshë dhe rëndësi. Por libri për brenda vetvetes kishte një domethënie shumë të madhe dhe ishte për të gjithë maturantët. Pasi pyetja çfarë do të bëhem unë kur të rritem kishte një peshë shumë të madhe. Unë nuk e di sot maturantët ja drejtojnë vetes së tyre këtë pyetje. Jeni drejt përfundimit, u kanë mbetur vetëm 6 muaj shkollë dhe juve përfundoni maturën shtetërore, një cikël studimor dhe të kaloni një cikël tjetër ku përcaktohet jeta juaj, profesioni dhe jeta juaj. Dhe pjesa më e madhe e maturantëve jam e sigurt që nuk ja kanë bërë kurrë këtë pyetje vetes. Or çfarë do të bëj unë nesër? Po mbaroj gjimnazin. Ku do të fokusohem? Cilat janë prirjet e mia? Cilat janë pasionet e mia? Kush është talenti im? Çfarë do të vazhdoj? Kështu që duke mos patur këtë pyetje në brendësi të vetes së vet, maturanti është i çorientuar. Duke patur dhe ndikime të jashtme, si prindrit, shkolla, shoqëria, përsëri maturanti është i pavendosur dhe i pa orientuar se çfarë do të bëhet nesër në përfundim të gjimnazit. Kështu që të gjithë maturantët duhet ja bëjnë këtë pyetje vetes në momentet e duhura. Sepse kur të vijë qershori i 2026-s për ju, do të jetë shumë vonë. Do të jetë shumë vonë. Është një moment që juve do të hidhni për zgjedhjet dhe kur të hidhni për zgjedhjet jeni të çorientuar totalisht nëse ju nuk e dini çfarë doni. Dhe ky është një fenomen shumë i përhapur, pothuajse në pjesën më të madhe të maturantëve. Nuk mund ta vendos peshën e madhe të gabimit tek familja, nuk mund ta vendos as te shkolla, nuk mund ta vendos as te maturanti vet, por as te mësuesi i këshillimit të karrierës. Po të gjithë ne së bashku kemi atë peshën e gabimeve tona,
ku duhet ta japim ndikimin te maturanti në kohën e duhur dhe aq sa na lejohet. Në rastin prindëror, ke prindër të cilët dëshirojnë që t'i bëjnë fëmijët t'i kanalizojnë te profesioni i tyre. Pasi janë mjek dhe dëshirojnë t'i bëjnë mjek. Ke prindër të cilët janë në drejtësi, punojnë në drejtësi, jurist, avokat, noter, në gjitha këto fushat e drejtësisë dhe kërkojnë që t'u trashëgojnë këtë profesion. Ke prindër që janë inxhinier ndërtimi dhe përsëri kërkojnë t'u trashëgojnë këtë profesion fëmijëve të tyre. Unë mendoj që pavarësisht se prindi është njeriu më pranë fëmijës së vet në gjithë dhe më pika më kyçe në gjitha aspektet. Së pari duhet të dëgjoj, domethënë prioritetet e fëmijës së vet. Çfarë ka ai prioritet për të bërë? Sepse vërtet ti mund të jesh një mjek shumë i mirë, por kjo jo domosdoshmërisht dhe fëmia jot mund të bëhet një mjek shumë i mirë. Fëmia jot duhet të ndjekë ato pasion dhe ato talent që ka. Unë njoh në jetën e përditshme prindër të cilët i kanë orientuar fëmijët e tyre gabim, pavarësisht se fëmijët kanë dashur të vazhdojnë dhe kanë patur pasion, nuk po i kanalizoj, po them shkencat shoqërore, prindi ka këmbgul që duhet shkosh në shkencat eksakte. Eksakte, po. Edhe e kundërta. Ka dashur të vazhdoj për drejtësi, di plot raste dhe prindi ka këmbgulur jo do të bësh mjek. Kështu që këtu kemi një thyerje të asaj çka adoleshenti apo maturanti ka në brendësinë e vet. Dhe nëse kur ti del në jetë dhe nuk e ke pjesë të brendshme të pasionit, atë profesion që do bësh, nuk do të jesh as i suksesshëm. Pavarësisht performancës tënde që do të kërkosh gjithmonë ta rikuperosh, ta rregullosh, të studiosh etj. Pra, adoleshentët dhe maturantët për të gjithë orientimeve duhet të dëgjohet zëri i brendshëm. Çfarë di ai të bëjë më mirë? Nëse ti e lejon maturantin dhe e kanalizon në atë fushë që ai di të bëjë më mirë, atëherë dhe suksesi i tij nesër në jetë do të jetë shumë herë më i madh. Pra këto Kështu që edhe prindrit gabojnë në orientimin po. Absolutisht edhe prindrit shpesh ndikojnë dhe negativisht. Ndikojnë fort në devijimin e maturantit drejt një pasioni tjetër dhe jo pasionit që ai ka në brendësinë e vet. Okej, çfarë këshille ju jep prindërve që duan ta ndihmojnë? Pra ka një çështje pozitive. Çfarë është ndonjë këshill që e ke në mendje dhe do ta thuash nga eksperienca juaj? Pra që rezultati të jetë i mirë. E kuptoj. Për fëmijët e tyre. Atëherë, edhe si një njeri që e njoh mirë arsimin parauniversitar, një profesioniste, por edhe si nën, që pothuajse edhe un kam atë pjesën time të gabimit tek fëmijët e mi përpara se ata të shkonin në universitet. Patjetër qëllimi është i mirë, por absolutisht që qëllimi është i mirë, por prindi gjithmonë ka ca prioritete që kërkon që fëmia të jetë dikush, të marrë ca profesione me emër, ca profesione ku di unë që sot në tregun e punës të ardhurat financiare mund të jenë shumë të mëdha, se shkojnë të gjitha. Por prindrit duhet të jenë shumë të kujdesshëm në zgjedhjen e fëmijëve të tyre, në ndikimin më saktë të zgjedhjes që fëmia i tyre duhet të bëjë në universitet. Pasi duhet ta dëgjoj, të jetë pranë tij për një periudhë kohore shumë të gjatë, sidomos në maturën shtetërore, ku ati t'ja zbërthej atë brendësinë e vet, t'ja dëgjoj mendimin, t'ja dëgjoj pasionin, dhe pastaj të jetë së bashku me fëmijën në përzgjedhjen efikase që fëmia të ketë për të ardhmen e vet. Është vërtet. Pra, prindi duhet ta dëgjoj me patjetër. Duhet ta dëgjoj dhe pastaj të dy së bashku të vendosin për çfarë do të bëhet nesër, çfarë do të vazhdojë fëmia i tyre. Veç se unë desha të prek dhe diçka, Raisa. Në profesionin që jam sot, në detyrën që ushtroj sot, kam kontakt me maturant nga gjithë vendi, nga gjitha gjimnazet e vendit. Dhe kam marrë pjesë në disa orë këshillimi karriere, edhe jashtë ambienteve të shkollës. Ku grupime të ndryshme, në qytete të ndryshme, kemi patur takime dhe kemi organizuar këshillim karriere. Çfarë kam vënë re një fenomen i cili është shumë i dëmshëm për maturantët sot. Këtu doja të dilje edhe unë në fakt. Është shumë i dëmshëm për maturantët sot. Grupime maturantësh, qoftë nga numri 2, 3 e më lartë, vajza, djem apo dhe vajza dhe grupe djemësh më vete dhe vajzash, orientohen dhe nëpërmjet njëri tjetrit. Pa e patur pasion fare një fush, thot do të shkoj te kjo, do të regjistrohem në këtë fakultet se kam shokun. Do të regjistrojmë në këtë fakultet se shoqja ime vajti dhe shumë bukur. Do të regjistrojmë këtu se jemi dy shoqe të ngushta që vim nga gjimnazi dhe ne duam të rim bashkë edhe në universitet.
në një shtëpi bashkë. Pra janë disa fenomene të vogla sociale, të cilat duhet të largohen një herë. Pra maturantët duhet të këshillohen se nuk ka se si ti të kesh pasionin e shoqes, ose shoqja pasionin tënd. Nuk ka se si ti një djalë të shkoj për inxhinieri mekanike, kur shkoj shoku dhe ti nuk e ke fare në pikë synimet e tua, apo në formatin tënd, apo në performancën tënde si nxënës të inxhinieri. Pra ky fenomen duhet të mësuesi i këshillimit të karrierës duhet të ndikojë fort te kjo pikë. Pra ata nuk duhet të indikohen nga njëri tjetri. Pra po shkon shoqja do të shkoj dhe unë, po shkon shoku do të shkoj dhe unë. Grupime maturantësh të cilat vijnë edhe nga Tirana, nuk janë vetëm rrethet. Sot në universitet kur regjistrohen maturantët, vijnë edhe me prindrit, ke maturant që shoqërohen nga prindrit, ke maturant që shoqërohen janë bashkë shok dhe shoqe dhe vijnë me të dy prindrit, nga të dyja. Dhe aty vërej që maturanti reagon duke thënë, shiko, edhe pse ti mundohesh ta bindesh, po cila ka qenë lënda jote më e bukur, që ti ke dashur më shumë, që ke rezultatet më të mira, po pse duhet vazhdosh këtë lëndë dhe jo këtë? Pasi e shpreh, për shembull, më ka pëlqyer shumë letërsia, thot, por unë do të vazhdoj, thot, për informatikë ekonomike. Ose do të vazhdoj, thot, për infermieri, sepse infermieria sot është bërë trendi, s'mund ta them, por është një deg e cila mbase është e kërkuar në shtetet e Europës dhe maturantët mendojnë që po mbarojmë infermieri, po ikim në botë, po punojmë etj. Por nuk është kjo zgjidhja. Këshillimi i tyre është shumë i rëndësishëm, që në fazat e para kur fillon këshillimi. Dhe nëse ky këshillim do të jetë një këshillim i cili do të vijojë në të gjitha vitet e arsimit para universitar deri në maturë shtetërore, pastaj aty do të kemi një orientim të shkëlqyer të maturantëve, të cilët ata do të jenë të bindur për atë që duan dhe për atë që do të vazhdojnë, sepse pjesa më e madhe e maturantëve sot nuk janë të bindur se çfarë duhet të bëhen nesër, çfarë profesioni do të kryejnë nesër. Është një përqindje shumë e vogël e maturantëve që vinë të vendosur dhe thotë, unë do të vazhdoj këtë deg, sepse kjo deg më ka pëlqyer gjithkohën dhe këto lëndë që unë kam qenë një nxënës shumë i mirë i përputhen kësaj dege dhe kam dëshirë të bëhem ekonomist, kam dëshirë të bëhem inxhinier. Janë një pakicë, janë një numër i konsiderueshëm maturantësh të cilët vinë të bindur se çfarë do të vazhdojnë. Kurse pjesa tjetër janë të ke edhe rast maturantësh kur vinë dhe të marrin mendim, po si thua ti Zysha, unë çfarë të vazhdoj? Pa vendosin përpara fakultetet, degët që ofrojnë, profilet dhe ai thotë, pse ti thot, kam ardhur të shikoj një herë, thot, se çfarë do të bëj. Kështu që kjo është një fenomen i cili duhet të mos ekzistojë një dhe shkolla është aktor i është vërtet shumë aktual. Shkolla është mësuesi i këshillimit karrierës është rol shumë kyç atje. Përveç pjesës së kryerjes së profesionit të punës së vet, duhet të jetë human. Nuk duhet lodhet kur duke u shpjeguar, duke u dhënë materiale, duke u dhënë informacione, të jetë i hapur me ata, duhet i orientoj mirë, t'u japi materiale të lexojnë, të njihen çfarë është universiteti, çfarë është kjo deg, çfarë është kjo fushë, pasi aty maturantët e shprehin dëshirën, po unë kam qejf të bëhem piktor për shembull. Atëherë mësuesi duhet i sjellë atij në një takim të ngushtë në gjimnaz një piktor të qytetit aty, një njeri i cili di të flasë për pikturën. Dikush që është për muzikën, dikush që për mjekësinë duhet të flasë. Në mënyrë që adoleshentë marrin më shumë informacion. Sipas profesioneve, unë mendoj se mësuesi i këshillimit karrierës duhet të marrë specialist, ose ekspert të fushave të ndryshme dhe u sjell maturantëve dhe ata dëgjojnë një herë një mjek se çfarë do të thotë të bësh nesër mjek. Dëgjojnë një piktor, nëse ti aty në mesin e tyre kanë nxënës të cilët janë talent në pikturë, në muzikë, në inxhinieri, që kanë dëshirë, nuk mendoj që është e vështirë sot të gjesh një inxhinier dhe ta çosh në një gjimnaz, ta ftosh në një gjimnaz. Mendoj që mungon dëshira. Për të bërë një orë të lirë mësimi, unë mendoj që askush nga inxhinierët në qytet apo nuk do ta refuzonte. Një orë mësim, një takim me disa të rinj ku jep një eksperiencë nga jeta e vet ose nga pesha dhe rëndësia që ka ai si profesion. Është vërtet. Dhe kush duhet të bëhet pra inxhinier? Cilat janë lëndët që janë shumë të rëndësishme që një maturant duhet jetë shumë i mirë në ato lëndë për të bërë inxhinier ndërtimi, arkitekt, apo etj. Po, dhe si rezultatet do të jenë më të mira. Sepse ka shumë nxënës në gjimnaze që e shprehin talentin dhe pasionin për të bërë gazetar. Se më ka ndodhur kjo pjesë dhe kur vjen momenti për të përzgjedhur, thotë shiko, mua më pëlqen shumë gazetaria, thotë shkruaj bukur, flas bukur,
por thot ku do punoj unë? Por nëse ai maturant do të ketë komunikim me një gazetar, kur ai shpjegon që dhe ai ka qenë dikur i ri, ka qenë student, pastaj ka filluar pasionin e tij me tregon eksperiencën e tij dhe sot është bërë një gazetar me emër apo një gazetar në nivel kombëtar. Të gjithë kanë një të kaluar. Atëherë maturanti kupton që do të vijë një ditë që dhe ai do të bëhet. E kuptoj. Do të arrijë atë nivel në një farë formë do nxitet. Por jo të ngelet maturanti aty pasioni i tij i ngrirë. E kam dëshirë gazetarin, po unë do të ri se nuk bëhem dot gazetar. Ose e kam dëshirë pikturën, po unë do të ri se s'bëhem dot piktor, apo profesione të tjera. Kështu që unë mendoj që maturantët kanë shumë nevojë për ekspert. Ti prekin ekspertët nga afër, ti dëgjojnë, të këshillohen dhe pastaj kur të vi momenti i orientimit që është viti 3 që e quajmë ne ose klasa 12, ai të jetë i bindur se ku do të shkojë. Atëherë zonja Jupka, jemi në fund, kështu që unë të falenderoj shumë për këshillat që na dhe për ne si bashkëmoshatar, por gjithashtu dëgjova që thatë edhe këshilla për shkollën, për prindrit, çfarë sugjeronin të bëni me fëmijët e tyre. Ishte si unë të falenderoj shumë dhe shumë faleminderit që ftesën e pranove për të ardhur dhe për të folur dhe për të bashkëbiseduar me mua. Të falenderoj. Faleminderit shumë, unë kisha vetëm një mesazh për maturantët. Po. Patjetër. Gjithmonë për te gjithë formimit të tyre duhet të dëgjojnë zërin e brendshëm. Zëri i brendshëm është një peshë dhe një rëndësi shumë e madhe për çdo maturant. Patjetër që duhet të respektojmë këshillimet prindërore, të shkollës, të mësuesit të këshillimit të karrierës, po zëri i brendshëm dhe pasioni i brendshëm është një pikë shumë e rëndësishme për të bërë ti nesër ai çka duhet të bësh. Ta dashurosh profesionin edhe punën që do të kryesh. Shumë faleminderit. Është kënaqësi shumë e madhe. Shumë faleminderit. Jo, faleminderit juve që pranuat ftesën. Dhe tani do të bashkëbisedoj me Violën dhe Amlën. Mirë se erdhët goca. Mirë se jemi. Tani ju e dini shumë mirë temën. Pra tema është vështirësitë dhe mundësitë e orientimit karrieror. Dhe për ta nisur, unë do t'ju bëj një pyetje shumë të vogël dhe pa klishe do thoja, pasi është shumë e shpesh si pyetje. A keni vendosur goca se çfarë doni të bëni kur të rriteni? Viola? Po nis me ty. Është më dyshje faktikisht, vazhdoj të jem në më dyshje, mendoj që kam edhe pak fare kohë për ta zgjedhur si pasojë e vështirësive që has. Do me thënë vështirësitë që ti has, të stopojnë në zgjedhjen e pasioneve të tua. Kështu që akoma nuk e kam vendosur. Akoma nuk e vendosur plotësisht. Po ti Amla? Ke ndonjë ide? Akoma nuk e kam zgjedhur plotësisht, nuk kam zgjedhur profesionin, pasi ne pikërisht për karrierën po flasim, por kam krijuar në mendjen time atë imazhin që dua të shoh tek vetja në të ardhmen. Pra si dua ta shoh veten, si dua të jem, pra dua të kem disa njerëz të cilët i menaxhoj apo dua të kem një biznes timin, pra pavarësisht se nuk kam zgjedhur profesionin, kam zgjedhur mënyrën e jetesës dhe ashtu si unë dua ta shoh veten në të ardhmen shkurtimisht. E kuptoj. Viola më përmendë pak më parë që ka hasur vështirësi. Cilat janë të vështirësi që ke hasur? Unë me thënë të drejtën imazhin tim në të ardhmen e kam krijuar në botën e gazetarisë, duke qenë se është një ndër pasionet e mia më të mëdha dhe me thënë të drejtën e kam parë veten që shumë e vogël aty dhe jam fokusuar aty dhe kam punuar vetëm për atë, formuar veten vetëm në atë fushë edhe tani që jam në atë zgjedhjen që nuk në prag të zgjedhjeve. Po, nuk më pyet më njëri çfarë do të bësh kur të rritesh, po më pyesin çfarë do zgjedhësh. E kuptoj. Vështirësitë, tregu i punës, gjitha komentet. Arsimi i lartë. Arsimi i lartë, universiteti, degët, plus gazetaria është një pjesë që nuk mund të komentosh vetëm nga stafi i punës, kupton, ke të bësh me një audiencë të tërë, duhet dish të mbash gjallërinë, kritika. Ne që duam të vazhdojmë gazetarinë, mendoj që do ta marrim pak parasysh, edhe mos na interesoj fare se çfarë do na thonë, se patjetër mendoj që jo vetëm gazetari, por mendoj që në çdo punë që ti mund të shkosh, patjetër do kesh komente negative dhe njerëz të cilët nuk do të pëlqejnë. Absolute, por vetëm nga natyra njerëzore. Në fakt ke të drejtë sepse në gazetari janë pak më është ideja që ti duhet përveç formimit të në arsim, duhet të kesh një formim shumë të lartë si individ që të mos ndikohesh, që të jesh kreative, të krijosh situata, të mbash gjallë audiencën edhe të tjera me radhë. Më tepër kjo pjesa. Pra, për këtë fushë nuk të duhet vetëm një formim nga ana akademike,
por të duhet një formim në radhë të parë si qytetar, në të dytën si një individ social, një individ që nuk ndikohet nga të tjerët, një individ që shikon vetëm veten dhe çfarë mund të japi vetja për audiencën, për publikun. Pra është një fushë po aq sa e bukur, po aq dhe e vështirë dhe po aq me pengesa, si çdo fushë tjetër. Me pengesa të tipit jo vetëm pengesa që ti has në karrierën tënde, por edhe pengesa që ti has në tregun e punës. Me thënë të drejtën për të qenë sa më koherent. Po, është e vërtet. Pra me sa po shoh ju keni bërë një ndarje të përgjithshme. Pra Viola me sa shoh e ka ndarë tek ana shoqërore, se kjo është lidhja e parë mendoj, kjo është lidhja e përgjithshme. Ana shoqërore. Ti me sa po shoh? Unë kam lëndët shkencore, por pavarësisht kësaj, televizioni na adhuroj, më pëlqen shumë, edhe dua që të kemi edhe diçka që lidhet pikërisht me atë, por do të mundohem maksimalisht që ta gjej lidhjen mes pasionit edhe anës akademike që kam zgjedhur. E kuptoj, shumë mirë. Unë goca ju uroj shumë suksese. Inshallah vazhdoni atë që ju keni më shumë qef të bëni, pra atë që keni më pasion. Patjetër mendoj çdo fushë, jo vetëm gazetaria Viola, po çdo fushë ka nevojë për pak punë, për pak vullnet. Normalisht, ajo është diçka që nuk diskutohet. Por që mendoj që ne po e patëm dëshirën shumë të madhe. Atë mendoj dhe unë që në baraspeshim edhe me punën. Nëse ti je i aftë në fushën tënde, nuk është e nevojshme të jesh i aftë në të gjithë tregun. E kuptoj. Tani duhet të bëjmë një pyetje tjetër. Sa presion ndjeni nga shkolla apo nga shoqëria, qoftë edhe nga familja? Sa dush. Sa do duash? Sa duash. Pse? Po ndjehet, është normalisht, është një zgjedhje që ti e merr personale për veten tënde, kudo ti ta shikosh veten vite më vonë. Mirë, po normalisht ndikon dhe familja, shoqëria, me thënë drejtën të unë nuk ka ndikuar, po që familja po, për shembull nga familjarët e mi, nuk është asnjëri dakord që unë të vazhdoj për gazetarinë. Pse? E mendon si punë pa të ardhme apo? Pa të ardhme nuk do thoja, por që është një punë që nuk është se është afatgjatë. Është e vërtet faktikisht, nuk është afatgjatë. Ti kutet maksimalisht e të 40-at, mund të kesh atë kulmin e karrierës tënde. Më vonë normalisht të duhet më shumë punë, ose të duhesh të balancosh gazetarinë me një gjë tjetër, ti ndërlidhesh që si gjë të eci. Nuk është diçka. Plus është dhe pjesa e aftësive që ata besojnë që unë kam dhe mendojnë, domethënë që shiko se ke mundësi dhe për më lartë. Mirë po është ideja që mua më pëlqen kjo gropa ku e shoh veten. Nuk është se kam dëshirë të eci më lartë. Më lartë në aspektin që një fushë si mjekësia apo menaxhim biznesi, diçka arkitektur, diçka e tillë. E kam ndjerë veten time e thash që shumë e vogël aty dhe shoqërinë me thënë të drejtën e kam brumosur me atë faktin që shiko se unë jam te kjo fusha dhe këtu do rri. Nuk do lëviz më. Nuk do lëviz edhe ndjem edhe mirë kur domethënë në gjëra të vogla si për shembull kjo ftesa te ky podcasti, ata janë shumë krenar për çdo arritje time, qoftë edhe më e vogla e mundshme. Mirë po edhe familja pa diskutim që janë krenar, mund të kenë mosdakordsitë e veta, por që nuk është se kam ndjer atë presionin që shiko se ne nuk jemi dakord dhe nuk jemi dakord. Mund të kem pas nga ajo fjalia që ne mendojmë që ti mund të shkosh më lart, por që jeta jote, zgjedhja jote e di vetë çka gabimi do bësh. Pse mendojnë që gazetarinë e shohin pak më, themi, më shumë përmendë pak më lart, pak më poshtë se fushat e tjera? Mendoj që vjen më shumë nga mentaliteti. Mentaliteti absolutisht, plus bota e medias është shumë botë e egër. Është pak e errët e egër, po. Shumë botë e egër. Edhe e ke parasysh kur të shikojnë atë gocën e vogël që lexon libra, flet bukur, mëson poezi, vjersha të tjera me radhë dhe wow, po prit do futesh aty brenda me vërteti, nuk është se kam pak të pabesueshme në fillim. Kam pak të besueshme plus që lajmet, portalet, koherent, për të qenë koherent me adoleshencën tonë, nuk është se presin ndonjë gjë shumë të lehtë. Wow, shumë të lehtë. Wow, në aspektin që jo çdo gjë do shkoj vaj, siç e mendojmë ne. Edhe nuk është se i vë faj, pse është vërtet botë shumë e egër, botë që të paktën vajzat në gazetari komentohen shumë, flasin për mentalitetin. Po që tani ne do vazhdojmë aty që duam. Atë dua, unë çfarë ti bëj? Por jam ke ndjer presion nga shoqëria ose nga shkolla, qoftë edhe nga familja. Do e filloja me aspektin familjar, duke qenë se mendoj se është padyshim më e rëndësishme, nuk do thoja presion. Unë do thoja që ata kanë bërë gjithçka për mua, kanë bërë maksimumin për mua, kanë qenë aty për mua, do të thonë unë thjesht mjaftoj të them një dëshirë dhe si thua ato do bëjnë maksimumin, do mendojnë më shumë se sa unë për të ma realizuar dëshirat të ëndër që unë kam.
dhe unë dija të detyrimin, le të themi moral, që t'ja shpërblej një farë mënyrë dhe ne si adoleshent çfarë mund të bëjmë më tepër. Është rregull i pashkruar, ishte në farë mënyrë që duhet t'ja shpërblesh. Pashkruar që unë duhet t'ja shpërblej në mënyrë të tillë që të bëhem e suksesshme, t'i bëj krenar ata, po në radhë parë veten time padyshim. Po, unë mendoj se kjo nuk është diçka negative, se shpesh merret si diçka negative. Unë do thosha se prindrit duan më të mirën për ne në radhë parë, dhe këtë nuk e mendojnë vetëm për krenarin personale, po e mendojnë në radhë parë që ne jemi vetë krenar për veten tonë. Edhe unë asnjëherë nuk jam marrë për keq, domethënë, e shpreh dëshirën time, ata janë shumë mbështetës ndaj me, ndaj dëshirave të mia, padyshim që do kemi ato konfliktet tona, domethënë, është normale. Si do marrëdhënie. Po, sidomos marrëdhënia prind-fëmijë. Sidomos në këtë moshë, domethënë, që ne fillojmë bëhemi pak më pavarur. Por që kjo është ideja, nuk e ndjej si presion, thjesht e ndjej si diçka që unë duhet t'ja kthej atyre në një farë mënyre. Pastaj, kjo për sa i përket prindërve, nga pjesa e familjarëve pak më të largët, patjetër që ekziston një farë presioni, sepse do ketë të parë nxënëse të mirë me dhjeta, presin që unë do bëjmë një mjek apo diçka tjetër, siç e tha dhe Viola, këto janë normale, besoj. Dhe gjithë domethënë presin na çfarë do bëhesh, kanë ato pritshmëritë e larta dhe ne dashje pa dashje do duam që t'ja plotësojmë ato pritshmëri. Jo, në fakt është me person se unë nuk do t'ja plotësoj fare, të them drejtën, se mendoj që më mirë se sa ne nuk e dinë qoftë edhe prindrit, ata patjetër mundohen gjatë gjithë kohës që neve ta ndikojnë sa më pozitivisht. Por që mendoj që përveç se nesh nuk e di dikush tjetër se çfarë ne duam të bëjmë ose çfarë është më mira për ne. Patjetër jam të lirë të japë sugjerime dhe mendime, por që mos bëhen presion, mos të në presion. E di qa mendoj unë që, se dhe, do me thënë nga kjo pjesa e familjarëve më të largët është e vërtet që has ato sugjerimet, ose në një farë mënyrë edhe një presion një voskël është, por që ideja është që nuk përballen dot, se mund përballen me pyetjen ç'a duan të bëhet Viola, por nuk përballen që kur ti dali Viola vetës vetë zot, me lekët e veta, me tardhmen e vet, jetën e vet, familjen e vet, ç'a do i hym punë sugjerimi im Violës. Plus që fundja, nëse ne mundohemi të plotësojmë pritshmëritë e tyre, nuk do arrijmë maksimumin ton, sepse nuk do bëjmë diçka që duam. Në momentin që ne bëjmë diçka që duam, do arrijmë maksimumin ton atë fushë dhe i shndroj totalisht fjalisë që tash më parë, që nuk për mua nuk është e nevojshme të jesh më e mira e të gjithë tregut. Nëse ti je më i miri i fushës tënde, mund ta çosh fushën tënde më të mirë në të gjithë tregun. Pak më parë ne folëm tek prindrit. Çfarë këshill do u jepnit? Prindërve thua? Po, për ta lidhet me karrierën, pra me karrierën tonë. Çfarë këshill u jepnit? Pra, ndoshta të ishin pak më suportive dhe pak më proud për ne ose pak më krenar për arritjet që mund të kemi bërë deri tani apo? Prindërit patjetër mbështetës, duhet të jenë tepër mbështetës. Ndoshta nuk po flas për prindërit e mi personalisht, por për gjithë prindërit përgjithësi duhet të jenë tepër mbështetës ndaj fëmijëve të tyre. Në fakt, më fal që ndërpreva, ne jemi me fat, me sa po shoh, që ne kemi prindër që na suportojnë. Unë nga familja ime, unë familjen time kam patur gjithmonë shumë mbështetëse në çdo gjë që unë kam bërë, duke filluar që më hapet e parë, që në daljet e mia të para televizive, qoftë ku kam moderuar protesta të ndryshme, patjetër që kanë qenë për kauza shumë të rëndësishme edhe sociale, dhe qoftë edhe për podcastin që unë kam ideuar bashkë me Livjen, kanë qenë gjithmonë shumë suportues dhe unë do doja të jepja një këshillë edhe prindërve të tjerë, sepse dëgjoj jo nga gocat nuk e mora këtë si përgjigje, ama dëgjoj disa histori ku thonë që prindërit nuk janë aq mbështetës për fëmijët e tyre. Unë mendoj që ata duhet jenë. Pra nëse shohin tek fëmijët e tyre që ata kanë një ambicie dhe kanë një dëshirë dhe kanë vullnet të papar për atë gjë që duan të bëjnë, patjetër mendoj që duhet jenë suportues. Se në fundit është fëmia e tyre, ne në këtë moshë që jemi duam të zhvillojmë pak atë karrierën tonë. Pra unë i sugjeroj dhe prindërve të tjerë që të jenë më suportues ndaj fëmijëve të tyre dhe të mbështesin ata në çdo rrugtim, qoftë edhe me hapa të vegjël që ata mund ndërmarrin për të formuar personalitetin e tyre, qoftë edhe karrierën e tyre. Si mendoni ju goca, duhet jenë gjithë prindërit suportues ndaj fëmijëve të tyre? Patjetër, jo për gjëra të këqija. Pra kjo nuk kemi pse ta themi. Unë do jepja shembullin e mamit tim për shembull. Ajo pa pasur unë vetë dëshirë, ka filluar të kultivoj tek mua shumë pasione, duke filluar që nga televizioni. Ka qenë ajo që
Në thojza më ka detyruar mua që dal, duke parë që unë e kam si talent. Edhe unë familjen time dhe mos babin e kam qisën kryesore që unë vazhdoj këtë rrugë që dua të vazhdoj. Do të thonë edhe jemi vërtet shumë e fatë që the ti, prandaj nganjëherë duhet jeni prindër ata që të na shtin të bëjnë diçka që ndoshta ne nuk e ndjejmë se është e duhura për të bërë, por në fakt është vërtet ajo që mund të duam në të ardhmen. Unë tani jam shumë e lumtur që në qoftë dalje të vogla televizive, nuk mund ta konsideroj si një sukses të madh, por padyshim janë kënaqësi për mua, kënaqësi për familjarë, shokët e mi dhe është diçka e bukur. Unë për shembull i kam pasur të gjithë në mëdyrshje, ku kam pasur daljet time të parë televizive, kanë qenë gjithë kështu, me vërtet, sa seriozisht e ka marrë kjo se ne tallnim se domethënë. Madje në daljen tënde televizim duke kemi qenë bashkë apo jo Viola? Bashkë, better together. Edhe ja ku jemi këtu me një projekt tjetër, kështu që më se krenare që është projekti jot. Shumë faleminderit Viola. Më përpara domethënë e kishin kështu si shaka se vetëm e ke parasysh më kapte ajo dallga ime ku kam qenë 5 vjeç vetëm flisja, pas vetë se dija çfarë thoja. Edhe përmendin në emër gazetare që pusho o ti pusho. Edhe do që mu fut në trua ajo gazetare po. Isha kështu, po mirë hajtë se po e shoh mirë se kush e mendon më mirë se këta që ke shtëpi. Edhe kur i thash që shiko se unë do marr pjesë në një emision, do jem paneliste në një debat, ishin këta kështu, ti e ke me vërtet nuk po tallesh? Për zotin po, kështu më thanë. Edhe shkova, dola, morën telefon, hëmi mbarove, po. Menduan këto se aq ishte, dola herën edhe hajde tani. Ne në fakt ishim gjithë sezonin. Ishim gjithë sezonin, pra dolëm banë. Edhe kur shikonin, domethënë në shtëpinë time, me thënë të drejtën jam fanca të mëdhenj të televizorit. Nuk fiket në asnjë moment të ditës televizorit e unë. Si çdo shtëpi mendoj. Po, çdo tradita tironëse, duket se janë. Edhe kur më ban mua atyra një heshtje vrastare, ishin të gjithë Viola jon. Edhe kur dilnin rrugës pastaj, kemi parë Violën tate në televizor, mami ishte po, Viola ime. Super krenare mendoj. Super krenare. Edhe kur tani, për shembull, i tregoj një projekt që më vjen edhe kështu edhe s'bie dakord se thotë Viola të lutem se kështu kam frikë. Po. Edhe ja mbështet mendimin se me thënë drejtën do vi një moment që do e zgjedh vetë ç'a do bëj. Po. Për sa kohë janë edhe ata që gjithmonë do jenë mendimi dhe shpatulла mbështetëse. Po, pjesa mbështetëse, po që aprovimin do vi një moment që do ja jap vetes edhe them që prit, të rri pa merak, po bëj kaq sa mundem se më vonë e di që mund t'i bëj sërish ato gjërat. Domethënë në të njëjtën kohë sa ishte krenare, aq edhe ishte kështu. Në merak. Po mritet goca. Edhe e kam shumë, po që suporti nuk më ka munguar asnjëherë, me thënë të drejtën. As mua, për fatin tim të mirë nuk ka munguar asnjëherë. Qoftë edhe madje i falenderoj se nëse sot un jam kjo Viola që dal tu flas edhe i përmend, jam fal atyre dhe fal e vërtet. Mbështetjes që kam pasur, kultivimit të gjitha pasioneve në gjitha aspektet. Në çdo aspekt, në çdo dimension. Kudo që unë e shifja veten, ose e kisha kështu veten time me pikpyetje, a jam unë për këtu, kanë qenë që shko provoj e shife, nëse je okej, vazhdo. Po, te gazetaria me thënë të drejtën nuk është se janë plotësisht me atë po vazhdo, po që e din që avash vazhdoj. Do mëson. Do mëson. E kanë këtë pjesën vetëm para, kupton kur çofin aty pastaj në televizor ose YouTube janë kështu. Viola. Goca jon kjo. E jona. Po që jo, suporti nuk ka munguar asnjëherë. Jam krenare për këto në shtëpi dhe atë i them edhe prindërve të tjerë që nëse, me thënë drejtën ne si brez, nuk është se e mendojmë këtë pjesën e orientimit karrierës vetëm kur vjen ai momenti për të firmosur atë letrën. Vërtet, unë habitem nga vetja që më duket se e kam shtyr, pra nuk e di asgjë e mira e keqe, po nuk jemi të vetmi. Shiko, për zgjedhjet në gjimnaz nuk të ndikojnë në universitet, që mos e vit menjen, ti mund vazhdosh, mund ta kesh shëndër shkencore, edhe unë shkencore kam bërë zgjedhjen time në gjimnaz. Por patjetër universitet do jem shoqërore, kështu që nuk ka asnjë problemi. Është ajo që njëri mendoj ti lën të bëjnë ato ku ato e shohin veten më mirë. Dhe kjo periudha ku ne tentojmë të punojmë për veten, periudha 16-19 vjeç, ku ne tentojmë të punojmë për veten, të hapim një rrugë atyre i duket si gjë boshe, kupton?
që aman qa do të sjellë kot po lodhesh, kupton? Gjërat vinë shkallë. E vetmja gjë që praktika mendoj që është më mirë se teoria, kështu që. Më e rëndësishmja, çdo lloj gjëje në formimin e një karriere kjo është që ti të shkosh dhe ta shikosh veten, a je vërtet ti aty? Kupton? Kjo është përfitimi më i madh. Përfitimi më i madh që secili adoleshent duhet të ketë dhe secili adoleshent duhet ta provojë. Mirë, po pa arritur tek periudha e adoleshencës, janë prindrit ata që duhet i kultivojnë diçka fëmijëve, që në mos kjo një gjë tjetër. Unë me thënë të drejtën kam punuar që 13 vjeç. Që 13 vjeç tani kam sallonin tim me mami, jam estetiste thonë, në njëjtën kohë punoj dhe me make-up. Pas kemi të njëjtën mosh, edhe unë 13 vjeç kam filluar të punoj, kam pasur punën e parë me fëmijë. Familja ime ka pasur gjithmonë këtë, që nëse ti e të pëlqen puna thonë, ok, hapim sallonin tim. Nuk kanë qenë asnjëherë dakord që të punoj te dikush tjetër. Edhe okej, gjithsesi aty e kam mësuar goxha edukatën e punës, si duhet sillesh, të menaxhosh emocionet e tua. Qoftë edhe sjellja në lidhje me paran, është më e rëndësishme kur ti fillon të punosh. Absolutisht, se kur e ke biznes tënd, faktikisht duhet të jesh financa, marketingu, punonjësja, pronarja. Vetë zot, vetë shkop. Vetë zot, vetë shkop. Edhe kam punuar që e vogël edhe me thënë drejtën më ka bërë goxha mirë. Në fillim fare nuk donin, fare, qa do punoj goca, do lodhet aty. Jo, të sjell një pavarësi që nga ana ekonomike. Tani për shembull që jam adoleshente dhe kam nevojë se normalisht jemi dhe femra dhe gocat kanë më shumë shpenzime se sa mund të ketë një çun. Për shembull një çun qa do harxoj? 2 herë në muaj e marr maksimale ndo shefet. Në robë në që kur ti teket, u është kreta du gjdo muaj, du i krefje pa tjetër të parukjerja, se më shkojnë flokët skic. Thojnë të pak të një bën vetë. Thojnë të bën vetë e ka vesh. Edhe ato shpenzime, janë një gjë. Shpenzime pagu i gjelin. Gjitha mëra, goca ka më shumë shpenzime, jo një skincare, një make-up, një gjë, ashtu shkon, me 100.000 lekë qa mund shty një gocë, gjysë muaj. Se prindërit shqiptare kanë pak këtë që mos t'i lodhin fëmijë, do punosh gjithë jetën, po pa tjetër se ne tani kemi, përderisa kemi shpenzimet tona, përderisa në një farë mënyrë jemi të pavarur në një pjesë të ditës, duhet. I duket kjo pjesa që kur kërkon do me thënë të kesh kuletën tënde, i duket sikur po i ofendon, që s'po t'i jap gjitha. Po, ka shumë prindër që mendojnë. Këtë aspekt. Jemi të pavarur. Por edhe pavarësia, kur për shumë kur i them këtë që o vllam lera ha, du të kem lekët e mia, ti me pavarur për gjërat që dua. Edhe janë kështu. Çat ka mungu mi gocë. Se si vjen ai fjala sikur po i thonë një gjë kështu, wow, edhe e përtypin keq. Ndonjëherë përtypin keq, aq sa supertiv duan të jenë, aq të merakan, shita me radhë. Se pastaj fillojnë e kuptojnë. Pjesa e çunave do me thënë mungon shumë. Po masivisht, paktën këtu te ne në Shqipëri. Mendoj që çuna duhet ta kishin më shumë këtë idenë e të qenurit pavarur atë. Po, patjetër. Unë jam një femër, nesër pas nesër do kem një lidhje, një familje, normalisht që shpenzimet e shtëpisë nuk mund t'i mbajtë gjitha unë, kupton? Dhe çunat i ka përgjegjësia për jetën kur shkojnë 19 vjeç që futen në universitet dhe aty i kap se do ke njohur një gocë që e duan për seriozisht edhe hajt ti plotësojnë një tek një gjë, po nuk e mendojnë fare atë pjesën e prito vlla se do rritesh, do kesh një familje, do kesh kalamaj me rritet gjithë. Do blesh shtëpi, do krijosh jetën tënde. Pra, të çunat mungon më shumë pjesa e orientimit karrieror, dhe pse të çunat është më e rëndësishme për të pasur orientim karrieror, sepse në fund të ditës janë ata të cilët përballen me jetën në një mënyrë më me shumë përgjegjësi se ç'mund të ketë një vajzë. Edhe normalisht që duhet jeni suportues tek zgjedhjet e gocave, mirë po duhet jeni dhe shumë herë më shumë kultivues tek çunat. Ti jam laki dhe në këshill tjetër, apo? Vazhdojnë dhe pyetja radhës. Të vazhdojnë punën, do bënin shumë mirë. Shumë mirë. Vazhdojnë shkollën, se punë e zgjedhin kështu, zgjedhet lehtë, kamarier, një gjë kështu. Patjetër. Puna nuk është turp, kështu që. Jo, nuk është absolutisht turp, po në edhe unë gocë sa harrova t'ju a thoje, ju përgëzoj që ju keni nisur të punonin që në moshë të vogël. Realisht keni bërë gjën e duhur. Nuk është turp fare, por që duke pasur mundësi për më shumë. Po, pse jo? Në shkollë je, gjimnazje fut, do të vazhdosh në universitetin dhe nuk ke asnjë ide pse të mos shkosh
Më lart. Nuk është vetëm paraja, është edhe zhvillimi që ty të mundson puna, pra nuk është gjithçka vetëm të kesh atë lekun tënd, po. Ideja është që orientimi karrieror përzihet shumë me mentalitetin, që është shumë e gabuar. Edhe unë mendoj që përzihet shumë mentalitetin. Shumë. Në mënyrë masive. Gjithsesi, ne do shpresojmë më të mirën. Paktën tash ndryshimin nis nga ne. Ne të rinjt jemi e tashmja dhe e ardhmja. Kështu që e tashmja dhe e ardhmja. Bravo, ajo ishte. Tani Goca, a mendoni se shkolla na ndihmon më shumë për gjetur ato që na përshtatet? Apo atëherë shkolla patjetër na ndihmon, por nuk mendoj se është e mjaftueshme absolutisht. Shkolla na ndihmon në atë pjesën akademike, në pjesën për të kuptuar ne ku jemi më të mirë, sa i përket anës akademike, pra anës së lëndëve që ne zhvillojmë aty, sepse duke parë domethënë se në cilën lëndë jemi më të mirë, kuptohet edhe një pjesë e karakterit ton, pra nuk është thjesht ajo domethënë ku jemi në më të mirë matematika apo në gjuhë apo gjëra të tilla, por absolutisht nuk është e mjaftueshme. Ne si të rinj duhet të mundohemi maksimalisht që ta provojmë veten tonë në shumë fusha të ndryshme dhe të kuptojmë se ku jemi më mirë, ku jemi më të aftë, se ndoshta ne kemi shumë dëshira dhe nuk mund të jemi më të mirë në ato fusha që ne kemi dëshirë. Pra mendoj që ne vetë duhet të aktivizojmë veten tonë me aktivitete, të bashkëpunojmë me bashkëmoshatar, të krijojmë sa më shumë shoqëri, sepse duke krijuar shoqëri normalisht vjen edhe akoma më shumë mundësi për ne. Pra ne duhet ta kemi vetë në dorë të ardhmen tonë dhe zhvillimin tonë. E vërtet, edhe unë mendoj për gjithë ata bashkëmoshatarë që ende nuk janë të vendosur për atë çka do vazhdojnë. Mënyra më mirë dhe më efikase do të ishte që secili nga ne ta përbonte veten e tij në shumë aspekte, qoftë me kurse të ndryshme, qoftë në aktivitete të ndryshme. Mendoj që në çdo kurs apo në çdo fushë që ne zgjedhim apo aktivitet që ne zgjedhim të marrim pjesë, mendoj që ne shfaqim janë tonë që mbase më përpara nuk do kishim vënë re që ne mund të ishim të aftë në X fushë apo X aktivitet. Mund të jetë qoftë ai aktivitet sportiv, kulturor, e çdo aktivitet tjetër. Ne Vjola e kemi bërë më së miri këtë, se edhe për ty Amla, se të shoh që je shumë aktive. Unë me të drejtën e kam vërre, se unë aktivizohem goxhan aktivitetet. Qoftë të shkollës, qoftë shkolla dhe jashkollore. Dhe e di çfarë është ajo gjëja që më vret po një gjë që nuk më pëlqen, që jam tërkohës po me të njëjtin grup nxënësish. E vërtet, nuk shohim diversitet fare. Filan nga një shkollë tjetër e tjera me radhë. Ndërkohë që ti prej të shohësh ne në projektet që kemi bashkë dhe në çdo aktivitet është e vërtet se ne për herë shohim të njëjtat fytyra. Pra nuk shoh diversitet fare, nuk shoh angazhim. Vjen në fakt ndjes, vjen edhe nga mos informimi që ata kanë për aktivitete ndryshme, sepse kemi shkolla që nuk janë të informuara fare për aktivitetet që mund të bëhen këtu në Tiranë. Pjesa e shkollës, duke qenë se pyetja ishte për pjesën e shkollës, është absolutisht qëndron ajo që tha Amla, që te pjesa e notave, unë për shembull nuk është se kam parë një herë mbështetjen maksimale të notave. Për shembull, unë që gjithkohës kam qenë e fokusuar te lëndët shoqërore. Dhe ke parasysh janë ca lëndë që ti edhe po të mundohesh nuk jep dot më shumë se 5. Shkencorit janë me të dhënë. Edhe shoqëroret patjetër. Nuk e ke zhvilluar veten tënde më që më përpara. Më bezdis totalisht fakti që tek lëndët shkencore presin më shumë dhe e japin vjetën më të vështirë dhe lëndët shoqërore nuk i vlerësojnë fare, ndërkohë që unë mendoj që është e kundërta. Lëndët shoqërore janë më të vështira se sa të shkencore, sepse ti përveç gjërave që i ke të shkruar në libër, nuk është diçka eksakte. Duhet funksionosh me mendimet e tua personale, mendimet e tua personale të përputhen me çfarë janë të shkruara eksakte në libër, të përballesh vetë në mënyrë vetjake me çdo gjë që të rrethon, ndërkohë që liqet shkencat natyrore janë të shkruara, thjesht janë eksakte, po. Asnjëherë nuk kam dashur në mënyrë një nxënës nuk i përthith dhe nuk i vlerësojnë fare. Unë mendoj që shkencat shoqërore janë më të vështira se sa natyroret. Nuk e di sa më bashkangjitemi. Unë të bashkangjitem, po deri në një farë momenti nuk kam dashur ta pranoj, le të themi, nga që kam qenë gjithmonë me dieta në lëndë shkencore, matematikë shumë e mirë, fizikë shumë e mirë, po absolutisht gjatë gjithë jetës time më janë dukur lëndë shoqërore më të vështira dhe ato me të cilat kam punuar më shumë, sepse matematika mua gjithmonë më ka ardhur, me thënë drejtën. Edhe as nuk jam lodhur për ta mësuar ndonjëherë. Më tepër kam mësuar historinë, gjeografinë, edhe tani vit tretë që nuk i kam zgjedhur, ndihem shumë rehat me veten se kam të lëndët që i kam të lehta si themi, ndërkohë që
shumë shohin si të kundërtën. Në matematikë, thjesht zysh atje pa atë formulën, t'jep 1-2 problema, ti mësohet ta zbatosh atë formulën problema tjera. Tema tjetër zgjerohet bëhet çik më madhe ajo sistemi, arsimor që i kanë bërë shumë të lehta ndoshta matematikë fare. Nuk e di nëse a duhet të flas pjesës të mentalitetit që kanë edhe zyshat, kupton? Janë formuar më shumë dhe më përpara janë ndjerë që po bëj një gjë, për shembull një zysh që është formuar ose ka marrë licencën e mësuesisë në matematikë, ndihet një zysh me më privilegj se sa një zysh qytetarie ose një zysh filozofie. Ose sociologjie, po. Kupton? Nuk e di si mendon ti Viola, mirë po unë shkollën nuk e shoh si krah mbështetëse për aktivitetet që ne mund të bëjmë. Se nuk ka asnjë stimul qoftë edhe nga nota, nuk po them që ne na vënë rezultate të mira pra në lëndë në rastin tonë, në lëndë shkencore, që ne nuk kemi. Mirë po mendoj që duhet të kishte një stimul, duhet të kishte diçka, pra se zyshat e shohin që prit se Viola, po marr për shembull, Viola është aftë të bëj këtë gjë. Mirë po, shkencët eksakte, si që thamë dhe pak më parë, janë dhe pak me të dhënë. Pra nëse nuk je i prirur për shkencët eksakte, qoftë edhe për shoqëroret, nuk e arrin dot ato nota që ti do doje të arrije. Unë nuk shoh fare ndimes nga shkolla. Mendoj që duhet bëni më shumë aktivitete, që t'ishin pak më gjithëpërfshirëse. Është kjo pjesa që nuk largohen pjesës akademike, pra janë vetëm sim. Na mësojnë në mënyrë robotike, doja thoja. Unë mendoj që shkolla duhet të jetë një ambient ku mishëron argëtimin me edukimin. Dhe në të njëjtën kohë dhe nxënësit kanë mundësinë të mësojnë, mirë po të ajo që mësojnë me shef, kupton, sepse ndihen që po bëjnë një gjë që ata e duan. Edhe përpos këtyre orientimi karrieror në shkolla, unë me thënë të drejtën, në gjimnaz e ka marrë vesh që funksionon. Në 9 vjeçare nuk është se e dia fare që ka një mësuese koordinatore që të ndihmon në këshillim. Mendoj që është minimumi që mund të bënin. Unë nuk është se ka marrë me thënë të drejtën, e ka marrë orientimin karrieror në shkollë, e ka marrë, po më shumë mund të them që kam qenë ajo që them shiko se o zysha ti ke shumë të drejtë, po më privon mesataren për këtë, po ma vë për shembull nuk po ma nxjerr 9, po ma nxjerr 8, nuk po ma nxjerr 8, po ma nxjerr 7.8. Kupton? Nuk po ma bën këtë gjë sepse unë jam keq te këto nota. Mirë, po përpos këtyre notave, gjithë ato gjërat që unë jam mirë, pse duhet i uli poshtë një matematik, një fizik? Unë mendoj se për aktivitet absolutisht që duhet kemi një stimul, qoftë nota, qoftë diçka tjetër, nuk ka rëndësi, po duhet ke diçka, sepse ne që marrim pjesë në aktivitete japim shumë nga vetja ato aktivitete dhe mundohemi të bëjmë maksimumin aty sepse e shohim si diçka që e bëjmë me shef, por edhe tjetër e përfaqësuar shkollën. Unë e bëj pikë së parë herë për veten time. Padyshim se ne zhvillojmë veten tonë rreth parë. Patjetër. Po që është fasade pafundme kjo e fundit. Nuk është se ka ndonjë zgjidhje. Është gjëja më retorike që mund të... Jo, mendoj që ka zgjidhje. Në momentin që do kishte pak ndryshim, nuk e di nëse a duhet ta them, por që mendoj që nëse do kishte pak gjëra të ndryshme te kurrikulat e shkollës, pra mendoj që do përfshihnin më shumë aktivitete, më shumë mundësi për ne adoleshentët, që është ideja që nxënësit edhe nuk është se janë të gjithë janë shumë të pakta ata që duan. Jo, mendoj që aktivitetet janë të pakta dhe si rrjedhoj dhe nga mos informimi vjen kjo mosdëshira. Nëse do ishin aktivitete gjithëpërfshirëse, pra të bësh një aktivitet të ndryshme në aspekte të ndryshme. Është vërtet, në çdo profil shkolle që të futesh, në profilet e Instagramit marr shkas, është krijuar një komunitet nxënësish i çdo shkolle dhe janë po të njëjtit që e përfaqësojnë shkollën si brenda si jashtë. Edhe tjetër edhe nëse kanë dëshirë, nuk e ndjejnë veten aq të gatshëm për të marrë pjesë. Mendoj që nuk e ndjejnë të aftë veten, duke qenë se janë po të njëjtat aktivitetet që bëhen. Pra nuk janë gjithëpërfshirëse. Nëse ne do flasim për orientimin karrieror, nuk marrin pjesë shumica. Pra marrin pikërisht ata njerëz që unë i kam parë qoftë në vit të parë, qoftë në vit të dytë, i shoh dhe përsëritet në vit të tretë. Momenti që do ishin pak më gjithëpërfshirëse, pra të kishte më shumë diversitet qoftë në aktivitete, kush do të gjejë veten aty, sepse nuk pra të jetë secili për një eksakte aspekt aktivitete. Pra të jepej mundësia që çdo nxënës të kishte hapësirë të shprehte talentin e tij. Edhe kështu arrihet më e bukur e mundshme. Kjo pjesa ka të bëjë shumë karriera ka të bëjë shumë me formimin individual. Nëse ti e ndjen veten gati ose nuk ke turp ta shprehësh çfarë ti mendon që mund të bësh, normalisht edhe derën nuk ta mbyll dot njeri, ë? Sepse unë e kam parë vetë, për shembull në vit të parë, sa shkela, gjë e parë që jam interesuar në gjimnazin tim, kanë qenë aktivitetet.
gjëja e parë fare që shif çfarë bëni kur është kjo dita, kjo data, kupton, dhe kam marrë pjesë në shumë gjëra, pse? Sepse kam parë veten time shumë të aftë. Dhe të mendosh që kam qenë në vit të parë, sa kisha shkel aty, nuk njihja njëri fare, sepse unë nga 9-vjeçare ime erdha vetëm, edhe me ata që erdha me së drejtë nuk u bëra kurrë, vazhdoj të mos bëhem. Është një gjë që është, si ta thuash eksakte që ndodh, po që ka të bësh shumë pjesa e formimit individual. Nëse ti si njeri e di që ti je i aftë, pra është një gjë që ecën në zinxhir. Familja punon me ty, ti fiton vetbesimin, edhe kultivohesh në talentet që ti mendon se ke, dhe ti nuk e turp ta shpresh atë që ke. Në momentin që ti nuk e turp dhe nuk e frikë të punosh për gjërat që ti do, nuk ka kush ta mbylli derën. Kupton? Mirë, po gjithmonë duhet jetë edhe kjo dera e hapur që ti të shkosh. Edhe ti nuk duhet dorëzosh në momentin që një derë të mbyllet, sepse shiko, vjen një pikë, jo dorëzim, demoralizim. Po, e këtë do thoja. Vjen një pikë që edhe për ne nxënësit që jemi gjithkohës aktiv në shkollat tona, nëse ne nuk shohim një stimulim, qoftë nga ana e notave, ose qoftë edhe në sjellje, mendoj që demoralizohemi. Kemi një pikë që demoralizohemi. Mendon që atë gjë po e bën kot dhe nuk po e vlerëson njëri. Po, prandaj po them, kjo është shumë e rëndësishme. Nëse ti ndjesh i vlerësuar jo vetëm në aktivitetet shkollore, po qoftë edhe jashtë shkollës. Unë fillim jam pas ndjer, me thënë të drejtën, se shiko, Umirja. Je ndjer e vlerësuar apo jo? Umirja në fillim fare në vit të parë me shumë gjëra, mendoja unë që po merresha me shumë gjëra, nuk e dija ja marr vërtet me shumë gjëra, po që për mua për shembull ka qenë shumë e lodhshme, sepse në fund të ditës si adoleshente po jetoja një jetë monotone totale, domethënë zgjohesha mëngjes, shkoja në shkollë, mbas shkollës shkoja tek emisioni ku kemi qenë së bashku, nga aty pastaj mbaroja xhirimin në orën 7-8, dilja haja diçka se normalisht pa bukë, ke nevojë të qetësohesh o vëlla. Mbas asaj pastaj shkoja në sallonin tim, unë kisha lënë në orar, mbas asaj shkoja në shtëpi, mësoja se isha në vit të parë, më duhej mesatarja që ti krijoja, se është edhe ai stereotipi që në vit të parë ti krijon, po që mendoj që s'ka lidhje fare, nejse. E ndjeja veten kështu shumë kur kishim ndonjë aktivitet shkollë, e ndjeja veten shumë kështu left out, kupton që atë është viti i parë, po që nuk pushova. Nuk pushova. Bravo, ke bërë absolutisht gjën e duhur. E di që jam e duhura për këtë gjë, në mos tani, një moment tjetër, këta që janë do ikin, ku do i ngelte stafeta. Ashtu ka ndodhur dhe mua vit parë, mbaj mend, doja shumë që të prezantoja, domethënë në vdisja të prezantoja, se isha mësuar nga 9-vjeçare, çdo aktivitet mundshme e prezantoja unë. Edhe filloi ashtu, 29 nëntori, ma premtuan mua që do e prezantosh ti atë aktivitetin, pastaj thanë jo janë tot vitit të tretë, ngeli mendja mua. Thash si ma bën këtë punë, thashun po unë sa të kaloj viti 2 viti 3 do ja tregoj që keni bërë gabim që s'keni marrë. Nuk ngeli mendja aty, po ja tregova. Po, ky stimuli jo. Ky stimuli është absolutisht sepse është shumë e lodhshme. Një orientojnë, domethënë mundësinë e kanë. Jo, unë mendoj që nga ana e stafit pedagogik, mendoj që në momentin që shohin nxënës që i përshtaten pak me mendimet e tyre, ata nxënës vlerësojnë. Qëndron kjo, dhe unë po e vërtetoj dita ditës këtë si teori që unë e kisha kokën time. Nuk është se kam parë. Do e shohësh. Do flasim prapë në vitin e tretë dhe do shohësh se si do të dëgjojmë prapë. Shumë para audiencës apo? Si? Para audiencës? Para audiencës, pse jo? Para audiencës. Jo, unë e mendoj shumë këtë. Do shumë shpesh. Unë në shkolla vërej që ata nxënës që me vërtet i përshtaten mendimet, që ndjes, po e them që janë edhe pak servil ndaj stafit, edhe ndaj zyshave, edhe patjetër thon ata duan të dëgjojnë, dhe sa shohin nxënës që mund të ketë mendime kundra, pra mund të jetë kundër sistemeve, kundër kurrikulës, dhe jo dakord me temat që mund të paraqitet, me temën gjithashtu edhe me mendimet që mund të paraqitet në aktivitet, atë nxënës pikërisht e penalizojnë si në notë, nëse kanë. Unë me thënë drejtën orientimin e karrierës time, e kam marrë në 9-vjeçare këtë pjesën, nuk e di sa do zjatim, po e di që s'duat ma prisni, e kam marrë në 9-vjeçare nga zysha ime gjuhës, zysh Markeza, që e put shumë e kam shumë gjatë.
Më vjen shumë mirë çka ka qelluar. Është një zysh që ka lënë pafund shenjtë unë si njeri. Do me thënë edhe tani që shikon daljet e mia si këto, është i njeriu i parë fare, do me thënë. Çon mami mesazhin, mbas mesazhit mamit është Më vjen mirë që ke patur një unë me zysh Markezën kam pas, do me thënë, ne u njohëm në klasë 3, më kapi dëshira për të futur biblioteka e shkollës. Unë vdes të lexoj. Është një ndër gjërat që nuk lodhem kur së bëri dhe më vjen shumë inat që kur e them tani që do me thënë shoqëria kështu kur e them që vdes të lexoj janë gjithë shumë seriozisht. Po nuk besojnë, është bërë libri diçka shumë Markeza në një farë mënyre e kuptoj atë dëshirën time për botën e letërsisë, gjuhës, më mirë në çdo aktivitet, më mbështesem, thotë lexoj këtë librin se është shumë i bukur për ty. Më vonë pastaj filloj merja libra nga biblioteka, ndoshta edhe nuk i dorëzoja në ditën që duaj, nuk më thonte gjë, edhe nuk e di, po kam krijuar një lidhje aq të fortë, edhe nëse ka pasur një gjë që mua sot e kësaj dite më merr malli pa fund nga 9-vjeçarja ime është që të marr prapë mësim nga zysh Markeza, padyshim edhe një profesor që është e rrallë, do me thënë që të motivojë një profesor. Është shumë e rrallë. Tani goca, po vim drejt fundit, se unë po kënaqem shumë, që për fat të keq po vim drejt fundit. Tani, cila mendoni se është më e rëndësishme? Siguria financiare apo të ndjekim pasionet tona? Me thënë të drejtën është, e thash në fillim, është një dilemë që nuk e kam zgjidhur akoma, sepse siguria financiare, në fushën e gazetarisë apo TV host moderatore që dua unë, është një fushë që dua unë, s'dua unë, është deri në një afat kohor, kupton nga mosha, se normalisht tani nuk do dalun prezantoj marrë shembull një emision që dali modelet, unë aty 50 vjeç, kupton, nuk është gjë që s'bën. Kemi plot gazetari italiane. Nëse tani shkenca ka evoluar, kemi botox. Po që edhe si punë nuk mendoj që është një punë që të jep në një siguri financiare, wow, po që në fund ditës është pasioni im. Edhe e di që në mos këtë nuk do bëj dot një gjë tjetër. E di që nuk do e bëj dot. E kam të fiksuar që nuk do e bëj dot, sepse përmenda edhe pak më parë me zyshat e 9-vjeçares, kam punuar që e vogël. Dhe tani që vjen para kësaj zgjidhjes, nuk e besoj që erdhi vërtet momenti që unë të vjem para këtyre zgjedhjeve, sepse nuk ndjem gati. Duke qenë koherent me ekonominë e tregut që është tani, duke qenë koherent me çmimet, protestat, të gjitha gjërat që ndodhin këtu brenda në Shqipëri, duke qenë koherent me faktin që studentët po rrin sa po rrin dhe pastaj universitetin po e vazhdojnë jashtë, unë nuk mund të vazhdoj gazetari jashtë, sepse normalisht është diçka që ka të bëjë vetëm me komunikimin dhe është një gjë që lidh historinë, gjeografinë, gjitha këto me radhë dhe kanë të bëjnë vetëm me një shtet, më kupton? Është një gjë që nuk do të çon dot jashtë që ti të sigurosh një të ardhur, është edhe një gjë që tani duhet ta pranojmë, jetojmë në Shqipëri dhe nuk ka një të ardhur wow. Nuk e di, po unë mendoj nëse ne do zgjidhnim diçka që na siguron të ardhura shumë të mira financiare dhe ne nëse nuk e kemi me qef, pra X nuk do arrim ato të ardhme dhe ose mund të arrim këto të ardhura, mirë po nuk do e bëjmë punën me qef. Unë kam këtë parim që aty ku do të shkoj, atje ku dua të shkoj, qoftë aktivitet ose punë, dua të shkoj me dëshirën time më të madhe. Po ajo është normale, por që mendoj që vjen një moment që ti nuk punon më për dëshirën tënde, ti punon se ty do duhet ajo gjëra që të vjen nga puna, leku dhe koherencë. Sa më koherent jemi, e kuptojmë që këtu të paktën te ne çdo gjë po bëhet në bazë të lekut. Nuk është më të kesh shëndetin se leku shkoj vje, është të kesh lekun se shneti shkoj vje. Tani, unë mendoj se në momentin që ne zgjedhim diçka që e duam, diçka që e kemi pasion, të ardhurat financiare edhe vinë vetë, sepse në momentin që ne e duam diçka, do e bëjmë atë në mënyrë më të mirë të mundshme dhe në mënyrë të tillë do fitojmë akoma më shumë para. Sepse në fund të fundit qëllimi i punës, qëllimi i parë është paraja. Po kur ne nuk e bëjmë diçka me dëshirë, nuk do e rrim kurse si ato para, sepse ne nuk do ta bëjmë me dëshirë dhe nuk do mundohemi të japim maksimumin aty. Unë për vete, kur mendoj për profesionin tim që do zgjedh ndërtarën, pra për karrierën që dua të kem, dua të jem në mendjen time 100% e sigurt që e dua atë gjë, e bëj me pasion, e bëj me dëshirë dhe nuk do të lodhem kurse bëri atë gjë. Pastaj parat absolutisht që do vinë, mendoj unë, sepse në momentin që ti ke dëshirë të punosh, Nuk e një pyetje kam, nuk e mendon domethënë që jam shumë dakord, se edhe unë këtë po them që unë për shembull kur i paraprihem gjithë
presionin që has në lidhje me gazetarin, kjo është ideja, pjesa e financës. Edhe a nuk mendon që më vonë do vi një moment që nuk do kesh më kohë të punosh për dëshirë, do jesh në një familje, fëmijë, për të rritur, varet si i shkon puna bashkëshortin tënd, mbase të duhet të shtish më shumë lek në llogarinë e shtëpisë së saj. Mirë, deri në një farë momenti kur ti nuk je arritur akoma në të fazën e familjes, ti ke punuar me pasion për diçka, ke ndërtuar diçka pra deri në ato moment dhe më pas ndoshta nuk do duhet të punosh po japësh atë shumë. Po si do punosh pastaj që këtë gjë t'ja kultivosh fëmijës në momentin që ti unë tani për momentin mendoj që ne të zgjedhim pasionin. Tani goca kam një pyetje të fundit. Çfarë do t'i thoni të bashkëpunëtarëve që ndjehen të humbur dhe të pasigurt për të ardhmen e tyre? Atyre bashkëpunëtarëve që ndjehen në një mënyrë të tillë, do t'i thoja që mos të shqetësohen, mos të stresohen, ta provojnë veten sa kanë kohë në sa më shumë gjëra të mundshme dhe të shikojnë aty ku ata ndjehen më mirë dhe aty ku ata janë më të aftë, më pas të ndjekin pasionin e tyre dhe të bëjnë diçka që vërtet e duan, të krijojnë në mendjen e tyre atë imazhin se si duan ta shohin veten dhe në mënyrë të tillë do ndjekin rrugën që ta arrijnë atë shkallën e fundit të këtij suksesi, domethënë. E kuptoj. Po ti Viola? Vetëm mund t'ja dalësh, edhe nëse nuk ke mbështetje nga stafi i shkollës, edhe nëse ke presion nga familja, presion nga shoqëria, nëse ti do, e gjen vetë rrugën nga aty dhe këtë e them totalisht nga eksperjenca ime personale. E vërtet, dhe unë këtë do thoja, kështu që unë këshia nuk po jap, sepse e tha Viola aty që s'ka... Po, bjem shpesh në mendime të... Bravo, shumë mirë. Edhe unë këtë do thoja, që ndiqni sa më shumë pasionet dhe ëndrat tuaj. Patjetër, gjeni një rrugë të mesme, pra gjeni atë mesin e artë që t'i bashkëpeshoni anët financiare me pasionet dhe dëshirat që ju keni. Patjetër, pa stres, pas një lloj presioni, me qetësi, me dashuri do bëhen të gjitha. Tani, jemi në fund, kështu që unë goca duhet të falenderoja pa mas, që si fillim pranuat ftesën dhe që folëm kaq hapur, pa gjykime, pa tabu, sa më lirshëm kena folë. Mua realisht kjo më të roshi më tepër tek projekti yt Raisa, që ne këtu jemi thjesht adoleshencë dhe kur futemi këtu brenda dhe na vjet ky mikrofoni për të folur, harrojmë fare çfarë ka mbrapa, sepse kjo është gjëja që ne na nevojitet më shumë, të flasim pa filtra dhe pa frikë. Në këtë mënyrë, në momentin që ne e shprehim çfarë mendimi kemi, janë të tjerë që vijnë përpara punës, jo më ne. E kuptoj. Kështu që shijova shumë, të uroj shumë suksese, ishte kënaqësi shumë e madhe për mua që isha këtu sot me ty. Dhe do jemi edhe në episode tjera. Amla dhe Viola, shumë faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve. Shpresoj që t'ju kem në projektet e mia dhe të Livjes në vazhdim. Uroj, gjithashtu. Me shumë kënaqësi.